nuk ka mungu komunikimi, nuk ka mungu teknologjia dhe ka pas raste me muajt nuk e kemi ditë se çka ka ndodhur për fatin e bashkëluftarëve të min në këtë rast, sepse unë e kom pas një rast ku kam rënë, jam plagus edhe i kom humbur shumë bashkëluftëtarë edhe për një pjesë të tyne është dash një kohë e gjatë me hulumtu për me ditë se çka ka ndodhur me ta. Edhe me pretendu edhe me i përdur këtu si mjet, me akuzu edhe me gjyku në këtë rast me denu krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës është e padrejt, sepse unë jam, e thash edhe më herët, jam pjesë e luftës edhe di çu ka funksionua dhe i di rrethonat e asaj kohe, ku në shumë raste do thotë tek mas lufte kemi kuptuar se çka ka ndodhur në një zonë tjetër, sepse kanë mungu do thotë informacionet edhe rrethonat cilat kanë qenë, sepse ne kemi vepruar në zona të ndryshme dhe shpesh herë zona prej zonës se ka pas vështirë komunikimin mes veti. Po kjo është po edhe në të kaluamën do thotë edhe në rastin e zotit Haradinaj se gjykata Tribunali Hagës ka qenë shumë një tribunal më profesional edhe ajo është bazuar në fakte dhe në argumente edhe bazuar në to do thotë edhe ka marrë vendime. Në këtë rast e kemi pa në shumë raste edhe gjykata do thotë është po ka prokuroria dhe në shumë raste do thotë i kam shtet vendimet e prokurorisë se në anën tjetër ka mohu edhe të drejtat që ju takojnë të burgosërve, në këtë rast krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe ju kanë refuzuar shumë kërkesat të tyre, sepse nuk ka ekzistuar asnjë argument me ju refuzuar një pjesë e kërkesave të tyre, për arsye se nëse marrim për